Si do të bëhet kontrolli pasurisë për pronarët e makinave të luksit? Edval Zoto, ekspert për krimin ekonomik, e sheh me skepticizëm njoftimin e tatimeve për hetimin e pasurisë për pronarët e mjeteve të luksit. Sipas tij, çdo aksion që ka në fokus reduktimin e evazionit është i mirë pritur, por çdo hetim duhet përshtatet me realitetin ku jetojmë. I ftuar në një emision, Zoto tha se mbetet pak e vështirë verifikimi mjeteve të luksit. Subjekti i këtij kontrolli do të jenë ata individ që kanë një makinë luksi por që nuk kanë dorëzuar deklaratën vjetore të të ardhurave, por jo çdo individ që ka disa kursime ndër vite është subjekt i plotësimit të kësaj deklarate. Shumë makina që plotësojnë një nga kriteret për t'u quajtur luksi, që është 3000 cm në ku përdoret në zonat rurale. Çfarë do të bëjnë tatimet në këtë rast do të hetojnë individin, po një subjekt biznesi që merret me mjetet me qira dhe ka makina luksi me vlera më të mëdha se 50.000 euro ka potencialin më të madh për evazion shmangje të detyrimeve. Pra duhet të ketë një analizë risku, ka thënë Zoto. Sipas Zotos, tatimet janë të drejtën e tyre për të bërë çdo verifikim. Drejtoria e kontrollit të specializuar që do të merret me hetimin e pasurisë së individëve aktualisht ka vetëm 10 punonjës, çka vlerësohet me pikpyetje efektiviteti i saj. Struktura e kontrollit të specializuar është një drejtori relativisht e re. Çdo strukturë që ka një qëllim konkret dhe më të avancuar duhet të ketë afat të përkohshëm dhe jo të përhershëm. Duke qenë se puna e saj ende nuk ka një produkt konkret, mbetet për t'u parë në vijim efekti i saj, tha Zoto. Sipas të dhënave janë rreth 12.800 shqiptar të identifikuar nga zyrtarët tatimor si njerëz me pasuri të larta dhe për këtë do t'i nënshtrohen një kontroll i timët që në fund ka qëllim të dyfish zbulimin e origjinës parave dhe taksimin e tyre.